si da qeni tak frigiderin, muni atë. Pap do lopin muni. Pap, ketë do me thonë nëne ko me dollë, prap do me thonë, edhe verës. Do me thonë mas famës, normal që gjithë që vjen edhe leko. Sa erë për ty? Sa ja ki po harin, po më interesant? Mirë, elhamdulillah, nuk është keq, apede. Fajnderit për Zotit që thmonë, fajnderit se pa dosht taj nuk ish bo, apede, edhe me dosht te aj tjetëri, pa dosht taj nalt nuk bohat. Mirë është, nuk është keq. Okej. Mu po më intereson edhe te pjesa e shaqes, do me thonë, te e përmenet dhe njëherë dhe vetë, pjesën e kontratës që është bu, qka i takon ati në projekton din? Tash nuk e di so guxojna me fola, për se na shta thyet edhe ajo kontrata, po është një pjesë, jo pjesë dërmuse, po do me thonë tash jenë 6 milion views na shta në muzikë, nuk e di, për 2 javë, tash kjo pjesa më takon komplet mua, e tani vazhdan me një përqindje 50-50. Okej. 50 shoqa dhe e meriton bëtë si shoq. E meriton 100%. Nuk jem kondër, edhe ata që thujnë ja ke morë porët, ja ti ka morë këtë porët, ju besë s'mi ka morë porët, o lo qeni të full. S'mi ka morë porët njeri. Njeri vetë që më ka një mua, bede. Pam. Oni kum një mua ti, a më ka një mua. Po konone, nuk i shkon aj tash që tash, apede trending, edhe po konaj, si shakonone. Kështu që shumë mire lidhe, hallat koft. Panime. Cila kongë është në ranç, tash më bu virale për teje, a do më rikëthy dhe najsan? Ja, remix nuk kam, veç e jam ja personale, besoj, jo, besoj 100%, më i me thonë që apet e keni njejtë. Në me thonë, si ta qeni tak frigiderin, muni atë, pap do lopin muni, pap, ketë, do me thonë nëne ko me dollë, prap do me thonë, edhe verës. E po menoj që me qitë një solo e tani në mes të verës një bashkëpunim. Ajo na i kon qik djall, a jenë me na i kon në kontakt, nuk po të veti kush është, Jo, veç jo të të. Nali kamerat, na shta më kalzo kush është. Spedi djall, po më në të më konë edhe qik. Ma mirë është kohë më konë qik. Pse po thu? Se di dëshush, dhe isë halja ma shumë në jone, me kojnë një djallë dhe një qikë në bashkë për Pse në nën që e bëj veç për me dhejs? Po dëshush, na punojna për me fitu, diçka nas punojna veç hajta as një. E vërtet, po tash me shku ketë për me fitu, aty në ashtë asmer. A di ku të thujnë ko drejtë shumë, ere kanë thonë shpurtën ma të vugël, se s'ko sen aty, në me thonë. Djallë është ma mirë, po edhe qikë është ma mirë. A pisha që si as veti vendost, ka është ma mirë? E në ashtë i kam 2. Pa një po, veç më vërdeti cila është e para. Edhe me qikë edhe me djallë, me të dëtë. Cila do kohë, dhe që presoj që ka me shku, halja ma mirë se so kja. Fajnderit, edhe besoj që ka me shku. Po nëse s'shkon kjo shkon tjetra. E gjusë qysh, dishka ka me shku. Dishka po. Po. E mu po me intereson një mesazh për teje, për krejt artistat që nështë kanë pak shtu hezitojnë, tuten me i hinë kësoj pune. Qka ju kështë e thonë te? Veç punani, vlo, edhe besonin vete, edhe në zot. Edhe mos singoni lofet e tjerëve që ju thujnë. Se cili të arrej shpinën, vorrin e ki të qalë për mas 100% e ki. Cili të të valla ti kengje. Dijet që është të ta borrafsh. Vazhdo vetë, une për vete une nuk e kungu kërkan, se une vlohën tem, te në këtë pike kun posi një loj menagjeri. Ta përshëndes edhe me emën edhe mbi emën, Flamur Çukovcin. është do me thonë njoni që jam unë te këto. Edhe do me thonë ai nuk mu ka përzi. Do me thonë, bën te, qa dën te. Abede, qysh njështë, se thoi ke unë nuk jam artes, Allah. Ti mu shtinë më stodje, po s'di qa bëj. Ama fletore në telefoni nuk di me shkru. Ti edhe në qëto, ty ta halën zoti, bën e te. Fajnderit. Kështu që mirë ke. Unë mesazhin e mora, shpresoj që s'ka me të bërgjë diçka për më të pyet, nëse s'ka me të bërgjë, vazhdoje. Se unë e foli bajagi shumë, po ka një herë. Ja, valloj, jo valloj, edhe pse edhe ty të kritikojnë, ama nice. Faleminderit shumë. Unë për vetë jam shumë e lumtur që je konë pjesë e podcastit tam sot, edhe shpresoj që s'ka me konë njëra fundit, edhe pse s'besoj që kemi pas kohë. Sa tepër në zonën, po shumë faleminderit që ke gjithë kohë më konë sot me neve. Faleminderit ty për ftesën. Faleminderit. Përshëndes ketë veç pak. Ka dalë zë s'ke shto moj. I përshëndes ketë ata njerëz që ta këshyrin ty emisionin. Ju duam shumë, unë edhe kjo Arianita. Faleminderit shumë. Faleminderit ty.